Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se na keni ardhur në episodin e 4 të Shadow Clonit. Një falënderim shumë i madh shkon për ju, të gjithë fansat e animeve. Realisht na keni kënaqur këtë episod. Realisht me gjithë ato mesazhe, ta e loja jeni tërbu të gjithë, vëlla, më keni pëlqyer shumë. Tërboni më shumë. jeni fenomenal që të gjithë. Gjithsesi, përpos saj, dua t'ju jap një sqarim për disa që më kanë shkruar në inbox si mund të bëhemi pjesë të Grand Prize-it, pra që në fund të sezonit do bëjmë një film të animuar me zërat tuaj. Është shumë e thjeshtë. Vetëm abonohuni, pra bëni subscribe në YouTube, në kanalin tonë Shadow Clone. Gjithashtu na bëni follow në TikTok edhe në Instagram. Kush i jep më shumë like, komente, opinione se na duhen ere, pa jo për gjo. Do na duhen edhe neve me u bë më të mirë për ju. Dhe jeni on top dhe jeni gja in për këtë Grand Prize. Yes sir. Atëre grupi. Tërbohuni. Kena mori super episod se radhe. Dakor, një super anime. Po të ftumin që kena more, kena dhe më super se vetë anime. Po, diet. A, ta plasim direkte? Po. E në do ta bësh ti apo ta bëj unë? A ta bëjën? Mirë, bëj. Ha? Kush do e bëj? Bëj. Jepi ma oj. Qa kemi? Sot do të flasim për lupenin e tret. Për lupenin dhe? Të ftuar special kemi Neritan Liqa. Neritan Liqa. Për ftesën edhe që më keni ftu për lupenin, se lupeni ishte vërtet shumë gallat. Jo, ti edhe më gallat se lupeni vetlla. Kupto se ti e ke bo. Po. Tjetër, po flas edhe për serialin. Është shumë. Dhe po ta vësh edhe dublimet, se kam parë edhe dublimet që janë bërë në italisht, janë shumë, edhe ata e kanë dublu fantastike. Është krevepër, është gjetje shumë e bukur. Është një hajdut gjithmonë shumë i dashuruar që gjithmonë në fund dhe ha. Po. Edhe Xaxai e ka Genci që e ka krevepër. Po, profesori Genc Fuga, e përshëndesim. Edhe Xaxai që gjithmonë të shton. Do loser aty. Është shpel. Dhe e bukur ai gjithmonë e ha nga ligji. Do e ha nga Fujiko. Po. Nga ajo që ka fiksim. Dashuria e madhe e jetës tij, ajo fut gjithë. Po asnjëherë sa nga policia. Shumë policia të dalë. Budalli Xaxai del një budalla. Tat ka lupen. Kur I ka ik lupeni është gjithmonë. Ko shkon prit? Miru pafshim të dha. Ka qenë shumë gallat. Edhe domethënë të dubluarit vetë bota e Walt Disney. Që është sa amerikanë, po edhe japonezë. Japonezë kanë shumë, kanë pas, nuk e di tani, kanë pasur shumë aksione në Walt Disney. Është gjitha një botë fantastike. Domethënë nuk janë filma vetëm që të zbavisin, që është gjë e mirë, sidomos për fëmijë, janë filma dhe shumë edukativ. Kjo është vërtet. Janë filma që të thonë diçka, përveç fantazisë pastaj që e kanë të përbindshme, ku nuk të çojnë me atë fantazinë e tyre. Ato na kanë bërë fëmijërinë, më kupton, dhe për post veç fëmijërisë janë. Po më dolën përpara, unë I shoh akoma. Ajo nuk diskutohet, po domethënë unë besoj se flas vetëm në emër të shokëve, kolegëve të mi, edhe të dëgjuesve, shikuesve tan, që edhe zëri juaj na ka rritur na. Po, ma thonë shumë, po e bukur që është një der I madh që ne të kemi këtu. Kur kisha djemt në fillore, dy çunat që shkojnë mirë të shkolla, se të vegjël, shokët e tyre nuk njinin si babi I Markut ose I Jonit, njinin nga zëri. A ti e Oskari, po. Unë jam. Si fëmijët thrisin me emrin e personazhit, nuk thrisin babi I Markut, Xhaxhi Oskar. Besoj është ndjesi shumë e bukur. Shkruaj vepër, më njihni nga zëri. Dhe ka shumë brezi juaj, ndoshta edhe pak më të rritur se ju që më thonë dhe mu vjen shumë mirë për këtë që jemi rritur me zërin tënd të dublimet. Ti se ke idenë se domthon prindërit tanë çka kanë bukur kemi thonë që do të morim ty. Kupton, do të vim, po I bie tash dyshim episodin për nga Elbasani do vinë të taku. I bie tash dyshim episodin për muajin tjetër, derisa të marrote mbledhja. Jo, është e vërtet. Është punë e mrekullueshme. Është shumë e bukur, por edhe e vështirë. Nuk është aq kollaj sa mund duket. Po. Pikërisht për ato gjërat që thash. Atje është një industri miliarde dollarësh. Dhe normalisht
janë njerëzit më të aftë asaj fushe. Blehen, kuptim paguhen, Normale. kuptim profesional fjalës. Po, jo patjetër. Njerëzit më të aftë, mos harrojmë se ka hedhë zë për kartona Robert De Niro. Martin Scorsese kanë hedhë çfarë them ty, Will Smith ka hedhë Të gjithë aktorët më të mëdhenj të botës, Hollywood. Ta që janë kështu më ke parasysh, hajde mo, merre me kështu me nuk është lokë kokat. Po, që nuk është se kanë nevojë për para, Fare. sepse janë të pasur. Por është një grishje edhe një kërshëri shumë e madhe ta bësh. Por përgjegjësia për atë që e dublon është shumë e madhe. Pse? Sepse për shembull un po marr dy më të vështirët. Që ishte Will Smith edhe Dr. Dolittle, Eddie Murphy. Eddie Murphy. Që janë njerëz zakonisht vështirë. Sepse para flasin shumë shpejt dhe ti duhet i kapësh sinkronin, pa janë ngrënë batutën, pra duhet të plot, dhe e dyta kanë shumë ngjyrime brenda batutës. Duat e kështu të frikshme vokale. Që ti duhet t'i haruash, se është gjunaftja sfumosh aktorit kryesor. Është shumë keq, sepse në një lloj mënyre i zhbën dhe atit çik punën e originalit. Prisha dhe gjitha të bukurinë e filmit apo sepse ai që e ka bërë e ka konceptuar si tillë. Dhe ti e ke për detyrë dhe për etik profesionale ta ruash atë që ai ka konceptuar. Po, e vërtet. Ti nuk mund të bësh një gjë tënde, siç mund të ndodhi në teatr që ndryshe e bëj unë Hamletin, ndryshe e bën një tjetër. Jo, aty je i detyruar, i kushtëzuar në kuptimin e mirë fjalës, të ruash atë që ka bërë Will Smith. Po. Shumë kurioz jam se çfarë ndodh mbrapa, domethënë. Po mbrapa ka shumë galla. Janë Vetëm se kur ishin, domethënë, sidomos ta kemi pas shumë seriozitet. Domethënë kur merrnim role kryesore të mëdha, që ishin personazhe shumë interesant, merrnim CD-n në shtëpi një natë para dhe tekstin. Pra, unë e punoja një në shtëpi që kur shkoja në regjistrim, të mos isha tabula, se ti mund ta kesh parë filmin, po është tjetër gjë pasaj ta interpretosh. Sjellësh tek vetja, ta përshtatësh. Veta ta përshtatësh etj. Dhe ne rinim, shikonim në shtëpi me laptop ose me kompjuter, shikonim batutën, analizonim tekstin, për fat mirë kishim shqipërues shumë të mirë, se është një anë ta përkthesh dhe është ana tjetër ta shqipërosh, sepse përkthimi motamo mund të jetë letrar, por jo, gjua e personazheve është gjua e folur. Është gati gjuhë skenike dhe ti duhet ta bësh të përshtatshme, ti heqësh letrarizmat. Dhe për këtë ne kishim edhe përshtatës. Dhe përshtatësi rrinte, që kishte përshtat shumë mirë, por rrinte gjithkohon në dublim. Se mund dilte nevoja për një frazë të vogël. Po, që nuk shkonte dhe normalisht duhet ndryshu për sugjeronte edhe aktori ndonjëherë. Po, thoshë kjo mund të rrim mirë kështu, sepse profesioni unë është profesioni fjalës. A pranoi domethënë shumicën e raste ose kishte problematika kur sugjerohej nga aktorët domethënë? Kur ishte sugjerim tamam ai thoshte faleminderit. Okej. Po thoshte faleminderit. Se tash ka ndryshuar çik koha për ne, sot thon kështu edhe pik, po. Tani jam shkputi çik, edhe domethënë kam vite pa dublu, që nuk e di si është. Se burse po këta fëmijët e sotëm me çfarë do rriten? Ja kanë ato të vjetra. Ato i shikon kushdo. Po mirë, mas dhe ishte keq të vazhdojshin të shifshim edhe këto të reja. Po tani kanë dalë kompani të tjera, kanë politika të tjera, kështu që domethënë unë në një lloj mënyre ka ndryshuar çdo gjë, po. U largova edhe vetë edhe shumë i ngarkuar jam. Normale. Film teatr domethënë s'të del më koha tani. Po me pjesën tënde kreative, okay, për post pjesës dublimit. Pjesën e teatrit dhe filmit, si po shkon domethënë. Mirë. Domethënë mirë. Si çdo gjë në Shqipëri që është me hope. Dhe ne e dim, me i ditë e cënë mirë, i ditë keq. Por e rëndësishme është që ne po mbahemi nga dëshira dhe pasioni jonë për të bërë gjëra. Vazhdon pasioni dhe pas kaq vitesh ne. Vazhdon, po është dashuri e madhe. Shiko, unë e kam thënë dhe po e rithem, ka dy lloj artistësh në çdo disiplinë të artit, nuk po flas vetëm aktrim. Ka njerëz që duan atë që bëjnë, pra të krijimtarinë e tyre modeste. Ka dhe njerëz që duan veten e tyre në të. Në që kuptim, pra duan vip lëkun. Dhe ka shumë që më përpara bëhen vip se të bëhen aktorë. Ishte vërtet. Po, shumë vërtet. Kjo fillon që në akademi, që në vit parë unë jam aktor. Kurse ne jemi mësuar, unë kam filluar shkollën me Pi Romani, me Vangjush Fuxhiu, me Trita Pelingu. Dhe ata aty dhe ne jo ne mësuam, po ne u edukuam që ka rëndësi ajo që bën. Jo a ke fam as ke fam. Është vërtet. Ajo ishte e pamendueshme dhe unë se kam menduar kur famën, madje edhe kur më erdhin çik që u bëra personazh publik. Me unë ti dhe Cassandra nuk është se ishte nuk është keq, të pëlqen, të miklon shpirtin, patjetër kur njerëzit vlerësojnë për punën etj. Po nuk është se është në një nuk është kryesorja që duhet të jetë. Që ti jesh i famshëm. Jo, unë personalisht nuk e kam.
Pse sepse nuk jam fut ti profesioni pikërisht për këtë. Madje është përgjegjësi më e madhe kur je i famshëm se të shohin shumë veta dhe duhet dhe nganjëherë edhe i kushtëzuar. Po duhet të jesh një shembull për shoqërinë. Po patjetër, dhe ky është e profesionit, si dhe sportistët. Po, është e vërtetë. Është pjesë e profesionit. Është e vërtetë. Por nuk është të vjen mirë, pa diskutim, pra. Por në një qef i moth nuk është. Pse? Se për mua ka rëndësi ajo që bëj. A ka dalë mirë, as ka dalë mirë. Dhe kjo na udhëhiqte gjithmonë që në shkollë edhe pastaj edhe me dublimet. Për shembull ne rrinim dhe e punonim gjën. Është klar me veten fund ditës, domethënë kjo është edhe përgjegjësi. Njeriu matet me metrin e vet. Po, fal, po ti do dublosh tani do dublosh Robert De Niro, valla. Nuk është ashtu thjesht. Nuk do dublosh Lymën e Tutit. Do dublosh De Niro, është një nga majat e aktrimit të rruzullit. Dhe ti kur e merr atë përgjegjësi, pavarësisht se ai mund mos e shohi kurrë dhe besoj ti këtë parë në dublimet tona. Po zhvet emri i tij i madh dhe ajo gjë e bukur që ka bërë ai që detyrimisht të shtyn të kesh përgjegjësi. Të vë para një përgjegjësie normalisht. Patjetër. Dhe përgjegjësia të forta bëj sa më mirë. Është e vërtetë. Dhe kjo është gjë e bukur. Falni se po ndërpres, por doja të thoya që edhe krijuesi i animes për cilën ne do flasim Monkey Punch, kur e nisi Lupenin, nuk e nisi me idenë që do bëhesh e famshme, thjesht nisi diçka për çefin e tij dhe atë që shumë pak veta e din, është se në fillim fare kur është nxjerr Lupeni, autori është përballur me akuzat të plagjaturës. Po. Është sepse historia e Lupenit është histori e vërtetë. Është histori e krijuar nga një francez. Po ka diçka të vërtetë. Vërtet? Po. Ka ekzistuar vërtet një hajdut Lupen që ka qenë i famshëm. Po këtë e di, domethënë, po që domethënë zgjerimi i historisë. Ajo është tjetër gjë, është krimtari pastaj. Por si fakt është fakt historik që ka qenë një hajdut i famshëm në Paris, në mos gaboj. Parisi dhe sot ngelet një ndër vendet që vjedhet më shumë botë. Po. Dhe ka qenë hajdut i famshëm, domethënë nuk ka qenë nga këta, domethënë ka qenë xhepave. Po. Të vjetë me lezet. Dhe faktikisht, po edhe vetë Walt Disney, kur ka filluar punë në Hollywood, se në Hollywood, atëherë ishin produksionet e Hollywoodit mëdha. Të gjithë e panë me skepticizëm, ç'është ky që do me bëj filma me kartona. Po më fal, po Tom i Jerry unë e shoh akoma. Gjithë e shoh. Pse? Sepse ai gjeti një qelës shumë të bukur kreativ, plot fantazi, etj që e bëri. Unë tani jam 56 vjeç dhe ndaloj e shoh, të betohem. Të rjetën e kam parë edhe qesh po një lloj. Të rjetën e kam parë prapë ndaloj e shoh, po pas Tom i Jerry aprita. Pse? Sepse ai e gjeti Chelsea. Po. Kështu ka ndodhur me Lupenin, besoj. Ajo po, patjetër. Në fakt Lupeni pavarësisht se është krijuar në 67-ën, vazhdon akoma të jetë një ndër animet më të jashtëzakonshme që pëlqejet, përdoret vazhdimisht për reklama, për shit në çdo cep të botës. Shit në çdo cep të botës. Ajo po, nuk Ploti diskutohet. Lupenit ka qenë perfekte. Të gjithë prisnim, opa, e kapën. Jo, shpëtoi. Më fal, siglat kanë munguar në herë të bukura, sidomos sigla italiane. Ajo ka qenë italianë mbajnë nga dublusit në të mirë në botë. Po, më ka thënë, nuk e harroj, më ka thënë një producent i huaj në producent dublimesh, kur ka qenë këtu italian, më tha që arsyeja pse Italia është sot këtu ku është me pjesën e dublimeve është se në vitet 80-a, 90, diçka e tillë, mos gaboj, jugu italisht ishte pothuajse komplet analfabet. Pra nuk arrinin dot me titrat, ti ndishnin gërmat dhe u detyruan që gjitha filmat e vet ti bëjnë italisht. Dhe prej kësaj ne tash i vujm pasurë që vinë italianët këtu dhe s'din anglisht. Edhe ka dhe një gjë, për shembull, unë shoh Padrinon. Po. Do me thënë është shkrevepër varianti origjinali Ford Coppolës, amerikani, po kur e dëgjon sicilian që sa ata kanë sicilian që të pastër, shperl, sa që mu më pëlqen më tepër sicilian që. Po. Sepse ata e kanë sicilian që të pastër, e kanë dubluar aq mirë. E kanë gjenezë, nuk e ku shkon atë më shumë. Pra, nganjëherë për të thënë këtë e thash, nganjëherë dublimi i mirë i rrit vlerën e filmit. Është e vërtetë. Kur është i keq, ja s'be vlerën. Prandaj edhe thash është përgjegjësi e madhe. Normale. Nuk është një gjë e bukur e ka të vështirë. Se shpesh herë thon, "A mos e besoj ti dhe vështirë Nero." Po. Jo, është e vështirë sa të dush. Plus që të del edhe fryma. Për shembull ti nuk dublon dot më tepër se 3 orë. Jo. Ajo është mpirje truri, refleksi duhet të jetë shumë i përqendruar që të kapësh sinkronin, të kapësh intonacionin, pra është punë e rëndë. Është e vërtetë. Por është kryevepër.
Dhe çfarë bën më të bukur e bëjnë edhe gafat. Atë, po për këtë do ta flasim çik në pjesën e dytë. Këtë pjesë. Okej, grupi, neve shkputemi vetëm për pak sekonda edhe kthehemi pasaj me këto gafat që gjithmonë qeshim. Okej, shifemi pas pak. Shadow Clone. U kthem prap këtu për të folë për gafat që ndodhin mas dublimeve. Gjatë. Po mimi, domethënë që i transmetojnë mas dublimeve gjithmonë. Ka qenë një farë periudhe që i transmetonin. Po, mbrapa dhe kanë qenë o zot. Po i bënin një remix më. Ndonjëherë më të bukur se vetë filmi. Ne i dëgjoshim e mbleshin ata gjithë, se normalisht bën edhe lapsuse. Normalisht ngec edhe në i batut. Normalisht thahet edhe goja, se u ishi domosdoshme aty, se thahet goja duke folë gjithë kohë. Po marr bidonin. Po, e kisha aty gotën, e kisha aty. Pra, ndodhi që ti nuk e kapi sinkron, ndodhin edhe nervoz. Ke miku ma mbup. Dhe ne i thoshim ato se ta nxjerr xhani dhe këta i shpirti, mas 3 orësh që e ke bo, ose ke në i blok të modh batuta që nuk e kap do të ndryshe. Kësaj kap ti atë ka lviz për 1 sekond. Po nga herë edhe çunat bëshin gallat. Ai e merrte zërin, edhe lutet teatr dhe teknik ishin fantastikë, ishin fantastike. Kafsh pune. Edhe nga herë tallin ata. Falin për bulin një pipa sa gjë. Edhe ai e kishte marr. Se ti nuk e shef, domethënë tekniku e ke përballë, po ekranin e ke, nuk e shef. Ke vetëm monitorin ta, tekstin në lexhi, jo. Edhe në herë me bogallata ta thoshin kur ishte një gjë që ishte monolog, që i gjatë, ti me si e kapi dhe thoshe, bona e... No, se mora. Ata! Në fakt ai e kishte marrë. Ai e kishte marrë. Do botë dhe i qigallat. Edhe botë mirë se shtensionote. Ti këntruni më aty mrapa. Nero fal se ka marrë kompjuteri. Çë? Ik pa legër butoni fryma tuti. Dhe të gjitha këto bëheshin compilation. Dhe i fusin dhe i muzikë, i bënin miksojnë çik si rap. I rregullonin vetë se ishin njerëz. Ti kompjuteri po çat bonëm. Jo, do të thonë un kam punu pak edhe si me pjesën e dublimeve që kam qenë, po dhe pjesa e backstage-it. Pjesa e backstage-it në kur vjen përposi është, domethënë e duket tamam si pjesa e aktrimit që e regjia, ti dhe i jep atë formën. Po kur i bë këto lloj batutash atyre që dublojnë mrena, nuk ka kënaqësi më të madhe se ti stresohesh se okay, aktorët e thon batutën. Po e thon ndoshta çik më përpara, çik më mbrapa ti duhet ta sinkronizosh qoftë edhe në momentat. Sidomos kur ke dokumentari. Që është më e ndyrë akoma. Po dokumentarit paktën nuk harxhon shumë energji. Po, kurse interpretimi harxhon energji. Dokumentari është lexim logjik, narrativ, ti nuk harxhon energji siç mund të harxhosh. Disa të lodhen e kur të vjen teksti. Ato që janë domethënë me sezone, besoj ato janë shumë të lodhshme. Ato janë lodhshme, kanë bërë overhauling unë. Me digital bin overhauling këto makina që ishin të vjetra dhe i bënin të reja, është e lodhshme dhe ajo, se ti do bëje 5-6 seri direkt. Dhe ato ishin dokumentar, po ishin me personazhe real dhe ishte e lodhshme. Dhe duhet ta kapi edhe personin, momentin. Sa kohë përdor ai, sa sekonda lëviz, flet dhe ti duhet ta ndjekësh. Po kur të vjen teksti i përkthyer keq. O ai është merri pastaj. Domethënë që ti ai vdekja. Ai flet çerekore, vëlla, dhe ty të kanë ardhur thjesht 2 fjali dhe ai vazhdon flet, ti e mbarove dhe personazhi është akoma duhet nuk di çfarë ti shtosh më. Ka. Më vonë pastaj vjen keq e them, këtë nuk e them për dashakeqësi, po më vonë filloi të bëjnë çik puna me lopat. Dhe ata ta sillnin të përkthyer me Google Translate. Sa nga herë nuk merrej vesh fare. Nuk mund të translati s'merr se çfarë thot vetë. Po, domethënë ti duhet dhe kishte edhe gjëra të bukura se ti thosh ç'a tha më valla. Se tjetër ishte në anglisht që ti e kapje, se dinë ne fillon të mësoj dhe japonesë që ke qenë. Dhe kur e lexoj ç'a thot ky më, dhe çuna të vinë edhe kamera, ti shifje veten. Ore u trasha, unë apo ka gabim. Qa tha më valla? Ti e thu dhe në fund kujtore qa thash. Ka pas shumë qa thash e burim? Gatë Quna du pritë reagimin. Është ndjesi nga më të këqia. Për sot është ndjesi nga më të këqia se
qeshin Marina ti kujto se e ke bë gabim. Jo, Dhe fillon të zej panik këtu që thon mos dhe ja filloi nga e para. Lutem mos. Se qello dhe ora 2 e notës. Po të qello, më kam qellu mu 1 e notës, i thash në fund fare, thash, ai duhet nxjerr shumë shpejt. Po. Sepse duhet nxjerr ishin oraret, thash jo. Se fiket lampa, për gjumet refleksit dhe ti e di pasaj, është kot të rish. Po. Ka qenë visi një nga çuna që ishte Vispupa, po. Vispupa. Jo dublant, jo tekniku. Tekniku. Po, jo vispupa, jo visi, nuk ishim në dublim. Unë isha tek aty. Me thash, edhe visi që mbos syt gri. Ishte tërë ditën para kompjuterit e visoj thash. Na duhet ta mbyllim nerjoja. Më mirë thash i influenca ori, thash, edhe vim herët një se më ashtu do e bëjmë. Sepse vjen një pikë pasaj që ora e vonët për gjumet refleksi. Edhe ti sa do të përpiqesh, është kohë humbur kot, sepse nuk është se nxjerr një produkt mirë. Overused pastaj. Sidomos për aktorin është dhe problem pjesa e pikokut, domethënë dhomës regjistrimit se gjithë kjo pjesa e sfungjerve grija, di si të bëhen syt. Atë bëhet ti se dilim i çik në erë të pastër, dilim aty te si balkoni, pinim një cigare, lirohesh aty. Nuk ishte problemi aty. Është puna që lodhe i refleksi. Kurse teknikët ishin, unë po them për bindshëm. Unë do thoja edhe që ata të cilët krijojnë anime, e kam thënë më përpara, bën një punë të jashtëzakonshme. Unë kam parë dokumentar. Ato kanë krijuesi i One Piece-it, Eiji Oda. Ai për shembull e ka të gjithë ditën deri në mbarim të anime se ka të planifikuar. Po. Normale me sa orë duhet fles, sa orë duhet ha. Gjithë kohën që merret me punimin, me në intervistë këtu që mund të bëhet dhe nuk ka shanse të dalësh jashtë saj. Vetëm se ka një gjë që stër paguhen, ëh. Po. Prandaj dhe e bëjnë gjithë ato sakrificat. Ndërsa ky stër paguhen. Është një çik ku? Pa këtu, në Shqipëri po këtu. Shiko, ka i probleme në shqiptarët. Se e them, unë popullin tim e du fort edhe nuk e them për keq këtë. E kemi defekt kombëtar ne. Bota i futet gjithë për ta punës për ta bërë mirë, ndërsa ne e bëjmë për të thënë që e bëm. Po. Edhe gjuna, sepse nuk e jemi popull pa temperament, sidomos në art flas. Ne jemi të padisiplinuar. Po. Është trist, por është e vërtet. Domethënë, unë shoh edhe në aktrime gjëra të tjera, të paktën me rajonin, kam luajtur me serb, kam luajtur edhe me hollandez, edhe me gjerman, dhe me anglez, qoftë në skenë, qoftë në filme të tjera. Nuk janë as pak më të mirë se ne. Jo vetëm si aktore, po flas si DOP, si teknik zëri, janë vetëm më rigoroz, më skolastik dhe më të disiplinuar. Sa ne jemi çik për ta. Ne jena, që e bojmë, ne kena, kam, qenap, ama pita puta pi cigare. Për si sa e mora kafën. Shqiptar që, si jemi ne? Por në fund fare i bëjmë gjonat. Po. Vonë po i bëjmë. Se ata në Serbi piptinte kur thosh ai regjizori. Silence, se thoshte regjizori, thoshte drejtori i shigjirimit. Okay. Silence na lëshin gjithë ndën. Heshtje. Ti thosh varri. Po bi bomba bërthamore. Kat. Kurse tani e bësh ai. Po bollë se pishë dumi. I hapet goja. Pse unë i gjoja, thaj se isha largë. Se ke bumin si për kaptinës, kuptoj që Ishe çik autin, ishe. Po do me thënë, jemi një çik rumpallë. Duhet i çik për sy të keq kështu. Po që natyrën tonë ballkanike. Po besoj se edhe momentet. Po, në fakt Lupeni doja që të ktheheshim. Okej. Besoj se ju vetë keni shumë kujtime të bukura në momentin që keni dubluar Lupenin dhe disa batuta ose momente shumë gazmore që mbani mend. Nga vetë ajo si anime, zhanri i saj normalisht është aksion, komedi, mister, siç e tham dhe më përpara që një çik po, nuk diskutohet, por ajo që domethënë shumë pak njerëz do thoja unë e vënë re si gjë se Lupeni konsiderohet një ndër hajdutët më të jashtëzakonshëm të gjithë historisë. Edhe rrezikisht vër akoma i famshëm prej kartonit. Po, nuk diskutohet, por do thoya edhe këtë që është edhe një hajdut i jashtëzakonshëm i zemrave të gjithë shikuesve. Ka gjetë, është shiko. Të vjedh me lezet, ke qef të vidhesh nga ai. Bota sot, kudo në art blen gjetjen. Po. Iden. Rob sot vujnë për ide. Domethënë, di çfarë bën Hollywoodi sot si punon? Të merr iden, të blen iden dhe thotë tash, ide është brillante sa do për këtë ide na tani e bëjmë ne. Po. Sepse janë
Janë ata që janë kanë lekun, kanë Jo, janë profesionistë nga ata që diskutohet pas për pjesën aty fitoi ideja. Ja dim vlerën e ides. Ja dim vlerën e ides. Dhe Sot bota vuan për ide, sidomos në art. Madje do thoja, un kam parë ndjek shpesh një podcast, nuk po e përmend emrin, por që flet për çështje të ndryshme nëpër botë dhe po thoshte që nuk e di, është bërë shumë e famshme në Netflix, por është kështu fantashkencë. Okej, ha. Është fantashkencë, nëse ishte krijuar si manga. Po. E krijuar si manga, e gjen një vajzë rastësisht në rrugë, e blen, e lexon, u çmend pas asaj, shkon blen të gjitha seritë që gjen, bashkë me të shoqin, shkojnë gjen ato që e ka krijuar, i blejnë të drejtat për një shumë qesharake. Dhe ndërkohë kur e marrin ata për të shut, ndërkohë sot është një ndër multimilionshë. Është multimilion sa më. Nuk e di domethënë ideja, vetëm ideja. Shif filmat e sotën Batman, Spider-Man, janë gjitha komikse. Po. Stan Lee, ashtu e ka nis. Prandaj shkruajt të statut të Bodrumit. Pra ore një libër i Holt me figura. Edhe janë bërë bim. Ajo shumë e thellë. Pastaj adaptimeve që bëhen, dhe doja të thoja edhe një kuriozitet tjetër për Lupenin është se Lupeni është një ndër ato pak anime të cilat kanë patur sukses pas dështimit të parë. Po. Lupeni në fillim nuk kanë gjitë. E ripunun, po. Dhe Mazinga Zeta, nuk kam qenë i vogël, Mazinga Zeta njëti që në fillim, sepse u fut atëherë edhe bota e karates dhe në kinema, jo Bruce Lee, këto gjonat, dhe fillun të u pëlqy. Jackie Chan. Po, karateja, kung fuja këto. Dhe Mazinga Zeta u pëlqye për këtë, se kishte karakter, kishte këtë karaten, këtë fantazinë, këtyre njerëzve, gati alien, dhe thithë fëmijët. Po ta shikosh, nuk se ka pas një realizim kështu se çfarë. Mirë, patjetër. Po të rishte kartoni tërheq fëmijën shumë herë. Në tërheq, por nuk ishte një përpunim të madh artistik. Pastaj filluan këto që të përpunoheshin dhe kanë pas disa jo dështime, po mos pranime në fillim derisa gjetën. Ka qenë për shkak se Lupeni në fillim përveç se nuk ka lidhje fare Lupeni i parë ose Lupeni nëpër manga me ato Lupenin që ne njohim sot, është sepse e parë një herë në manga, adaptimi një herë nga manga në anime është si dita me natën, flasim që në manga ka shumë skena grafike, shumë skena grafike, skena seksuale dhe të më thënë mesazhe të forta politike. Dhe kjo është arsyeja pse dështoi deri në 23-24 episodet të parë mos gaboj, janë nxjerr, u dështuan, u hodhën, dhe më pas filloi edhe një herë prodhimi që aty për realizimin e atyre është marrë Miyazaki. Hayao Miyazaki, që për të gjithë ata të cilët nuk e njohin si emër, është një ndër 3 themeluesit e parë të studios Ghibli, që është studio më e madhe praktikisht. Është shqiptimi i saktë i emrit, sepse në fakt ne e njohim studio Ghibli. Po, Ghibli. Që të më dhe ta përmbledhim ta bëjmë edhe për gjithë ata që prapë se njohin si emër, është krijuesi i filmit si Fshinjin Totoro, për Te Luginës, për Shpërimat e zemrës. E keni parë 100% dhe mos t'i dini ti. Po, keni dëgju. Këta bobat këtu i kanë bo. Po, i kanë dubluar. Ne kena kështu kush më? E ka mirë këtë rolin e rregullova ose. Oner do të pyes për diçka. Kryesisht domethënë për Lupenin. Domethënë do të më kthehesh pak në ato vite. Ndoshta mund ta kesh të humbës si memorie, po kur ta prezantuan? Që do bësh Lupenin. Por po që okej, domethënë ta dublosh ti, domethënë dua të di si ka qenë procesi i jot, më shumë për publikun. Atëherë kishte regjizore dhe nuk e mbaj mend Lul Bitri më tha. Ne do bëj Lupenin, do më vish me shumë qejf, se unë Lupenin e njihja që kur isha emigrant në Itali, që në 91-shin, 92-shin. Dhe unë e kisha pa Lupenin vetëm nga italishtja. Interesante. Po, dhe kisha pa që në Itali kur isha emigrant. Edhe ishte qejf shumë i madh. Po kush është tjetër i thashun, thjesht me njoh është Gens Fogame, Gens Erba. Fritz Erba. Ishte zgjedh Luli, ishte gjet pinkas tamam. Edhe Gjigenin, edhe atë japonezi. Pritja që harrova. Asmund tash. Fritz unë kam Samurai tjetër. Po, Samurai pra dhe japonezi. Dy shokët e Lupenit. Po, dy sfigate ato.
Kreve për fare. Çikeni ka qenë fantastik, me atë kapele, me atë pistoletën gjithmonë cigare. Edhe me basedat si amerikanit. Vdek më me vdek, s'kishte lidhje me amerikanit, po prapë është amerikan. Cigare. Stili kështu. E nejt me. Gomen i Shikawa, tani e gjeta se kisha nxjerrë të gomen. Ky është japonisht, emri japonisht. Gemon. Gemon e ka pasur. Çike dhe Gemon kanë qenë. Kreve për fare ishte lezet. Po. Kur i gjota e këpuste gjithmonë. Mirë, po një kuriozitet që unë realisht kur e pash tash, njerë, prit. Okej, duhet. Për të gjithë ju, madje besoj nuk e di është bërë në Shqipëri apo jo, por zakonisht përveç historisë që ndiqet, ka edhe pjesë që ndahen, janë ONV, e tjerë me radhë. Në njërën për këtyre, Monkey Punch ka nxjerrë që Lupeni dhe Fujiko kanë një fëmijë bashk. Qa thurë? Jo, këtë se dia. Po. Po. Nuk e dia. Dhe ka një djalë. Si kishte? E çuditshme për e vërtet. Një nga punët shumë të famshme të Monkey Punch, artisti ka shkruar një spin-off manga. Një punë e re e cila është ndarë nga narrativa historisë. E quajtur Lupin Kozo. Ibiri. Lupin Kozo, Lupin the Brat. Në anglisht përthet Lupin the Brat. Po, do ta pres 75-s. Në 75-ën është nxjerrë dhe përfundon në 76-ën me 18 kapituj. Tani po mësoj se dia fare. Ku Lupeni dhe Fujiko martohen dhe kanë një djalë bashkë. Kjo ishte, nuk e di, unë e kam edhe foto të ne nuk e kemi. Se kapim dot. E kapim? Këtu është. E kapim. A me kamerë. Se ne nuk i dublum të gjitha. Po, nuk diskutohet. Ne mos gaboj 4 bloqe të mëdhaja. Jo ka vazhdu për goxha, jo, kanë qenë dhe filma, ka qenë Profecia e Nostradamus, unë kam nxjerr janë tek 7 sezona. Po. Ku njëra prej tyre, ajo e treta, mos gaboj, jo e katërta, apo e treta mirë kam, është ku ndiqet vetëm me historinë e Fujikos. Qartë. Po. Ndiqet vetëm me historinë e Fujikos dhe thot The Woman Called Fujiko. No. Ajo gjithmonë e shkreta për ai Lupeni shkret sa ka vujt me atë për Zotin vodhi gjithë botën. Po nuk vujti vetëm e vjet zemrën asaj. Asaj dhe se arriti dot kur. Nerë mos kimë këtë pjesën domethënë që ka fëmijë do ta pres, kupton se mos ta shef gruaja dhe Allah dëshira ndodh e jep ndodhme. Gruaja vdiste për vetë arriti shikë. Merrte edhe dy çuna ato. Hajde se Lupeni, babi, vishin ato me vrap se kalamoj atë donin. Jo, ba, theti këtë. Po për djem, si ka qenë domethënë pjesa e që ti ke qenë gjithkohës televizor, sidomos kur janë të vegjël që kanë gjithkohës tek kukulla. Jo. Djem shifnin vetëm një film ditë. Vërtet? Edhe ai i kontrolluar. Domethënë filmat e Walt Disney që ishin filma që të thoshin diçka, Shreku, për shembull. Ose Shark Tale, ose çfarë them unë ty, Atlantis, filma që kishin një kuptim. Sepse po ti vësh re, sidomos pjesa e filmave, janë filma për të rritur ata. Është vërtet. Nuk janë për kalamaj, kanë domethënie shumë të fortë, kanë një mesazh të mirë, janë edukativ, pavarësisht se për botën fëminore. Prej fantazisë ata japin. Prej fantazisë etj, po ama japin mesazh shumë të fortë. Dhe unë nuk i lija të shikoni dhe kartona çdo gjë. Për shembull, këto serialet sa u rritën ca. Po normal. Nuk doja se të nguleshin me serialet para televizorit dhe unë s'doja t'i bëja addicted, s'doja t'i bëja të varur nga televizori. Gjithmonë janë përpjekur, djemtë e mi dhe sot që janë 21 njëri 19 tjetri, s'ka rrjete sociale. Nuk kanë as Instagram, as Facebook, as gjë. Shumë e vështirë. Sepse shumë e rrallë kjo sot. Po, shumë e rrallë për shumë e rrallë. Vetëm në Instagram dhe YouTube kanë. Fare. As Marko as Joni s'kan asgjë. Është dhe gjithë unë jam krenar për këtë. Sepse sot, jo e dini shumë mirë, jemi të gjithë përdorues të Facebookut, të kthehet në varësi që të mbyll gjithë dritaret e jetës ti çon aty te celulari. Edhe të manipulon shumë mendimet edhe as ti nuk shef më. Nuk ke më fantazi. Jo, nuk shef më realisht çfarë ndodh. E ke të gjithën ta jep ajo, ta dikton ajo. Nuk bësh as kurioz sepse ti jep vetëm një pjesë edhe ti nuk e shef, domethënë ato të plot. Fare. Unë po shëndiqja tani luftën në Ukrainë, sepse është gati lufta e tretë botërore. Unë duke qenë njëri i përgjegjshëm e kam ndjekur më. Se kemi 400 kilometra vjerore. Po, ja po.
dhe shifja gazetarët real të pavarur dhe shifja mainstreamin ishte dita me natën. Mainstreami thoshte budalliqe gënjeshtra për hashiqare që nuk I haje fare dhe njerëzit besonin, fillon komentonin, ndërkohë që jo, ishte komplet tjetër gjë. Lupena. Jo, mos e Lupeni ishte ç'a ishte hajdut, para ma e kishte zemrën të pastër. Po, ishte I sakt. Dhe prandaj edhe filmat ja u kontrolloi djemve kur ishin më të vegjël. Jo, okay, bën, është diçka shumë e mirë. Sepse doja që te parat edukoheshin me shije dhe mendime të mira, se arti është edukimi, e dini fare mirë. Po. Çdo disiplinë e artit. Piktura, kërcimi, opera, baleti, aktrimi, teatri, filmi janë edukative, nuk janë vetëm zbavitje. Janë për të dhënë një mesazh. Patjetër. Edhe për këtë se them unë këtë ta thot që nga Platoni e deri tek Nietzsche. Po. Arti është edukim. Dhe unë nuk doja që ky prodhimi I madh. Se ka dhe shumë gjëra me lopatë, e dim që ka dhe gjëra, kape fut, ti prishte shihet djemve. Doja që të shikonin gjëra që kishin kuptim. Esencialet. Jo ngulu para televizorit edhe shif ç'a dalë. Sa të marrojnë punë të shtëpisë. Po. Si shumica. Nëse se shumica kanë pas dhe për fakti. Ose do me pi kafe me shoqen e s'do ta bezdisi fëmia, I rras celularin. E ke fëmijë që 2 vjeç me atë impir komplet. Sot tash fëmia 4 vjeç të bëz bord ta shpjego, domethënë gjeneratës tonë ja shpjegoj kështu, për qef, gjona që unë si di. Edhe ndonjëherë shpjegoj gabim, kjo është pura se shohin pjesë dhe thonë e di unë të gjithën. Jo, po ta zbërthejnë dorë, vëlla, janë të frikshëm. Ore që merr vesh. S'kan fantazi, s'kan një fëmijëri. Janë të zgjuar. Por e përdorin zgjuarsinë e tyre për këto lloj gjërash, nuk e përdorin. Sepse nuk është dikush që t'i orientojë aty. Ky është problemi. Ky është problemi I prindërimit. Po jepen unë shqetësohem shumë edhe për ato çfarë ato shohin, sidomos për YouTube. Po pikërisht për atë po flasim. Kjo është ide. Se ne po flasim për filmat, okay, në rregull, tek filmat e mëparshme të cilët ne jemi rritur, kanë mesazhe shumë të bukura, shumë të forta. Un kam, nuk e di domethënë, fëmijëria është, unë e konsideroj një ndër fëmijërit më të bukura që mund të dëgjosh ndonjëherë vetëm për faktin të këtyre filmave. Dhe të bëj krahasimin me fëmijërinë time me ato si po rriten fëmijët sot është dita me natën, s'kan lidhje. Jo, është një rënje niveli. Tani gjërat lëvizin, tani nëse më përpara gjërat lëvizin në harqe kohore prej 5 ose 10 vjetësh, tani lëvizin brenda vitit. Po. Kjo është shumë e vërtetë. Mirë, po e gjitha kjo është një presion shumë I madh me qytetarin, duke filluar që nga moshat më të reja deri te moshat më të mëdha, dhe e gjen shpesh herë të papërgatitur. Dhe qytetari, njeriu humbet në ato dhe krijon një këmban qelçi dhe nuk arrin më do të dalloj realitetin. Imagjinoj një I pjekur, po një fëmijë që dëmtohet për tërë jetën. Eksakt. Dëmtohet për tërë jetën. Në fakt, se që bëjnë mirë, se të dy djem nuk janë drunj nga teknologjia, por kërkojnë në Google, kërkojnë në përsa, nuk merren me rrjetet sociale. Është nuk e humbasin kohën e përdorin për atë që u duhet, për një funksion të atyre që u duhen. Dhe është gjë shumë e mirë. Për shembull unë edhe kur shkruaj një gjë I them ku është H-ja. Dhe ma gjen ja ku e kem, ja mo qor, ja ku e kem. Sepse unë jam mësuar me pen, e kam filluar shkollën me pen, jo me stilolaps. Dhe është gjë e mirë. Është gjë e mirë, teknologjia është e padiskutuar, është domosdoshmëri, po jo jo mbi masën e dur. Jo të prang. Jo të jetë vërtet. Jo të ndihmoj për çdo gjë. Domethënë sa e mirë por është edhe sa e keqe, sepse unë për shembull vetë sa herë që kërkoj ndonjëherë informacion, është një nga platforma më të famshme, sidomos në Amerikë, është Reddit. Po. Reddit është shumë e famshme dhe ti mund të hysh aty të kërkosh për, duke di unë 300 e shejtanit edhe gjen informacion. Që prapë dha ajo nuk është gjithë I saktë, edhe atë do ta marrësh me në website, Wikipedia këto del çdo kush, hap një account, shkruan diçka dhe ta shet për disa nga teoritë më interesante dhe ato që kanë ngjallur shumë debat. Për anime që unë kam gjetur nga Reddit dhe do thoja njërën për atyre që kam gjetur është se thonë që Lupeni nuk është një njeri, është thjesht një ide. Nuk është, domethënë, sepse bëjnë çuditës, thonë ka 50 vite në periudhën e tij kohore dhe ai nuk ka ndryshuar fare, asnjë thing, asnjë rrugë. Është debati që kanë pasur që në krye të herës, nëse duan ta dinë spektatorët, është interesante, që me poetikën.
debati midis Sokratit dhe Platonit dhe Aristotelit, filozofët e parë të perëndimit, ata që hodhën themelet e mirë filltat të filozofisë perëndimore. Të cilët do me thënë në një lloj mënyre Platoni dhe Sokrati jo se e dënon, po thoshin arti nuk është i mirë sepse nuk thonë të vërtetat e vërteta. Pra poetika, krijimtaria, nuk thonë të vërtetat e vërteta. Në kundërshtim me filozofitë e sofistëve që thoshin e vërteta është relative. Ata ishin për të vërtetën të vërtetë. Të dyja palët kanë të drejtë, por nuk po merren me këtë. Ndërkohë që pasardhësi i tyre më i mirë, nxënësi i tyre më i mirë, Aristoteli thotë, jo thotë. Edhe e vërteta e ngjashme, e famshmja fictio, që është në latinisht, nga për cilës vjen fjala fiction, që në latinisht fictio do të thotë e vërteta e ngjashme. Pra jo e vërteta e vërtetë. Ka një gjë shumë të mirë, thot Aristoteli i madh, logjisti më i madh i perëndimit, që thot e ngre problematikën që trajton gjëja, drama, poezia, poema, e ngre në një nivel më përgjithësues, më universal, më filozofos. Shumë bukur. Dhe kjo është ajo që sapo the. Do me thënë ai mund të rritë 50 vite pa u plakur, sepse është vetë krijimtaria e tillë që ai nuk të flet për një gjë konkrete, ai të flet për një realitet që ekziston dhe mbi atë realitet ai punon dhe jep idetë e veta. Ky është arti. Ky është arti. Ajo është krijimtaria. Po, dhe një ndër gjërat. Të lutem, do ma mbash për pjesën e tretë. Na ra gongo këtu ke veshi. Na ra gongo këtu ke veshi. Ta majmë për pjesën e tretë se mos mi ishin gjithë gjonat. Qëndroni këtu. Qëndroni këtu se Prit këtu, çfarë ka? Prit, jo më për pjesën e tretë. Okej, shifemi në pjesën e tretë. Shadow Clone. Ja ku kthym pjesën e tretë. Maurim hongri veshët, do me thonë një dy teori kështu të veta të fansave që janë nuk e di. Fillum. Se më filloj, kupton presioni gjaku të filloj. Hajde, thuj çka ke për të thonë. Hajde. Shkrepe. Shkrepe se vdiqëm. Një nga teoritë e tjera që bën shumë zjarr të diskutimi midis fansave është që thonë se Fuzhiko është një agent i dy fisht. S'më bën çudi, me thon drejtë. Gjithmonë hajduti e zonja trajton Lupenin dhe grupin her pas here. Po atë e dim. Normale. Dhe një pyetje kam unë, me këtë si detaj, më fal se ndërprerja, me këtë si detaj një pyetje për ty. A mendon ti se Fuzhiko është personazhi më i fuqishëm i kësaj anime? Domethënë lidhur me këtë që sapo thash? Shiko, ajo tamam është më në hije, më pak se të tjerët, por është pikante. Ajo sa herë që deli vjedh gjithë. Është si puna e personazheve nga një herë në për film ose në shfaqje teatri, personazhet e dytë që kanë nga një herë peshë më tepër se rolet kryesore. Dhe ajo është fiks. Dhe ajo është lezzeti asaj. Po ta vesh re, se po ti vesh re animet, kartonat kanë gjithmonë pak, që nuk egzagjeroj të them, kanë gjithmonë pak thrill brenda. Po. Është ajo, është një kështu domethënë, është vërtet kjo, madje në botë e njohin si sindroma e personazhit të dytë. Po. Sindroma e personazhit të dytë dhe Fuzhiko është kjo. Kanë gjithmonë që Fuzhiko, po ta shohësh tamam, është pak personazh konspirativ. Se ti nuk e di kur çfarë bën. Vetëm vetë ja fut faqet. Asnjëherë nuk e pret, vetëm në fund. Nuk i di asgjë nga biografia, nuk vetëm vjen, pak futet e grabit dhe e le gjithmonë si budall. E le gjithmonë çe. Është vetëm Xaxaj që se tradhton ndonjëherë. Xaxaj bilet, Xaxaj ka një dashuri prej ati për Lupenin. Një dashuri platonike do thoya. Një dashuri prej ati. Po ta kapë mbaron arsye jetës. Po, bile është një seri kur i thot Lupeni, thot Xaxa, po të më kapje do i di çfarë do bëje. Nuk e di çfarë do bëja në jetë. Do të kërkoj një gjë kështu live, domethënë. Por te kjo Lupen nuk ka marrë super mesazh jete. Ka në një nga filmat e vet, një nga episodet thot sekreti për të shiju jetën është pikërisht të çmendurit, të numrit çmendurive që ne bëjmë. Po patjetër, shiko. Duhet ma bësh me zonin ta vlla. Dhe leje mesazh. Amo ma bëj këtë respekt. Si Lupen. Okej, ta provoj tani se u bona Xaxa. Bukuria në jetë është të provosh. Tani ka pak zërin e vrar. Mos e vrit menin ti na kënaqni si do që të jetë.
Pa është e vërteta. Jeta është edhe aventurë. Domethënë për mendimin tim janë kujtimet që e bëjnë të bukur. Gjitha. Jeta është e bukur edhe kur është e vështirë. Sepse tani po themi diçka që ndoshta nuk është shumë e lidhur me temën, po tani njeriu gjithmonë më tepër do të rritë ajo zona e vetë sigurisë. Dhe ajo në një lloj mënyre ja humb pa kuptimin e jetës dhe bukurinë. Çdo gjë e llogaritur, çdo gjë e kalkuluar, nuk shef për te. Nuk shef për te, nuk guxon, nuk kurrajon me jetën, nuk aventuron me jetën. Është një gjë që më kujtoa me këto tek natyra njerëzore. Madje do thoya që Fuzhiko përveç se mendoj që vetëm do i tradhtoj këta në fund për çdo lloj arsye. Ajo ka paraqitur që atëherë kur është nxjerrë si fillim, qoftë si manga, qoftë si anime, një pjesë të natyrës njerëzore që ne sot po e kultivojmë shumë, që është pjesa e në jam unë mirë, kaq më intereson, s'më intereson se ç'a ndodh me tjerët. Egoizmi i thellë. Po, është një gjë, është nuk ka pikë virtyti, nuk ka pikë karakteri. Po kultivohet. S'fal asnjëria, s'fal Lupenin të dashurin, vetë ai do vetëm të pragmatizëm kështu ekstrem fare. Egoizëm total. Prandaj të them, prandaj thash pak më parë, më fal, që ka edhe një çik konspiracionizëm si film. Të lutem. Jo, më mend një skenë, domethënë që këto të gjithë do shbinin të flinin gjithë grupi këtyre dhe Lupeni që i thë Fuzhiko të më jep një puthje në faqe. Edhe ajo që të ke veshin gjithë dy llikse nuk të puth fare. Çaj romantizmi. No. Lupeni bilioner veshin me dyll. Po pra, kuptoti. Ma të janë për kriju dhe situatë. Po, janë çift shumë i lezetshëm. Më karizmatikun në gjithë historinë kështu çiftet. Ajo treshe është më e bukur. Edhe Gemoni me Xhigenin që janë. Po. Rehat. Fiksu. Ata janë rehat. Ata janë çfarë? Gemoni është dyst, po Xhigeni hajs më në emër flak kështu. Kështu. Për mua Xhigeni ka qenë i preferuar. Po. Në të Lupeni ai ka qenë i preferuar për mua. Ça thuan ne kala më mundoheshim të imitonim Lupenin, hipshim në PM, po ne nga zyrtarja komshiut. Me kapelen ikonik. Ka pas plotin shumë të bukur. Domethënë nuk dije se çfarë do ndodhte. Literalisht ishte diçka që s'ta priste mendja. Arti ka nevojë për suspansin. Po. Ti je pa parashikueshëm, se po që i parashikueshëm humbet kërshërin. Po e more vesh se çfarë do ndodhi. Po e parashikove çfarë do ndodhi. Tani do ndodhi kjo, aty nuk ka më funksion. Dhe një gjë tjetër që ishte shumë interesante që e pash, shumë fansa për Lupenin e thonë që nuk ka rëndësi në nis nga sezoni i parë, nga e fundit. Fara, anime kjo se ashtu mund ta nisësh që nga sezoni 5 edhe prap njësoj është, edhe sepse ka kështu histori të shkëputura, çdo disa episode, domethënë është jo, nuk ndjek një tashu, është çdo seri ka thjesht një aventurë vetë kronologjik. Ka një tregim të vogël. Është si një tregim i vogël dhe nuk lidhet me të tjerat, kështu që ti nuk e humbet fillin, sepse çdo njëra është më vete. Me përshtypje të karaktereve që janë po ato. Edhe të fakteve që njëri është hajdut, tjetra ja fut politikë. Edhe ata të dy që ta janë si Barcalet. Hajduti, polici dhe çfarë është domethënë. Është e bukur aty. E bukur e Lupenit është që është klishe. Pra ka ca të dhëna që i ka fikse në çdo seri, njëkohësisht edhe është edhe shumë i paparashikueshëm. Hajde gjeje këtë ti. Që me ata personazhe, me këta 6 personazhe klishe, që normalisht klishe e pe 1, e pe 2, e pe 3, okay, a merr vesh nuk të tërheq më. Jo ai të tërheq sepse gjithmonë gjën veçantë. Kështu ka qenë dhe detektivi Conan. Po, dhe madje një pjesë tjetër shumë interesante është bërë bashkëpunim midis një bashkimi historisë së detektivit Conan dhe Lupenit. Po prit ka qenë një episod i atij më. Madje film edhe disa seri mos gaboj. Duket i mbaj mend që mund të jenë transmetuar nga dublime, domethënë se kështu veç mas në anglisht apo japonisht nuk e kam pa, mos me rrejt kot. Jo, në shqip me sa di unë, jo, në shqip me sa di unë, jo, por që është vërtet, është bërë një bashkim midis atyre, por mund ta kem pa në Instagram. Dhe një kuriozitet i fundit që unë thash, wow, atëherë kur e ka krijuar Monkey Punch Lupenin, ideja e parë për atë se personazh ka qenë me flokë të gjata. Lupeni me flokë të gjata. Po, ka qenë me flokë të gjata, po. Lupeni bishplum. Në vitet 60 në Japoni ka qenë goxha e famshme, po për shkak se kërkonte shumë kohë, e ndroi bëri atë modelin që njohim sot me barseta. Dhe si komunist gjata. U pëlqyer. Ashtu ka qenë moda dhe ka qenë moda edhe në perëndim, pas edhe të gjata në vitin 60. Po.
I kanë pas shumë. Për shembull unë i kam pa më mrapa se atëherë si futbollistët gjermanë dhe italianë të kombëtarëve të futbollit i kishin pasur edhe deri këtu. Ishin mod. Ishin dhe pantallonat cowboy. Dhe po ta shohësh te lupeni ashtu janë me pantallona cowboy edhe me baseta. Kjo pëlqej shumë, saqë gocat pikërisht për këtë arsye filluan ta blenin dhe ta lexonin këtë si manga. Po. Kjo ka qenë një ndër arsye pse u bë shumë e famshme sepse modeli ishte shumë domethënë modern. Ishte shumë trendi, koha 80. Është shumë i veçantë për japonezët. Japonezët nuk para kanë pasat. Po, e kanë shumë të vështirë ndryshimin. Janë shumë besnik ndaj traditës. Janë tradicional, janë Dhe konservator. duhet ta themi që krijuesi Monkey Punch ka lënë një trashëgimi shumë të madhe sepse fatkeqësisht ai ndroi jetë në 2009-ën. Diçe? Ka vdekur nga pas një lufte të gjatë me pneumoninë. Ndjes të ketë. Ka lënë emrin. Një lupe nuk zhduket kurrë, ai është ende aty duke vjedhur muze, makina, simpatin diamante, banka. Dhe ndërsa ne këtu flasim, ai ndoshta po qesh me ne nga lart me ndaj cigare në gojë duke menduar historinë e radhës. Po e bukur është kur të del xhigeni nga uji me cigare. Dhe të themi ujë, buta nuk lagët cigare. Cigare nuk lagët. E lupën, sa do të bëjmë tani? Është shumë fan. Pse kur i vishin në shpëtonin, me ato Fiat 500, si fix, çfarë kujtimi, leta, se nuk duroj dot më. Do shkoj ta shoh prapë sot për zot në Danis. Edhe nëse lupeni po na dëgjon, lutem mos na vit mikrofonin. Po na dëgjon fëmia lupeni. Vjen gjëra të vogla lupeni. Janë kështu. Vetëm po i tha fushikoja, ma vidhat mikrofoni po, për ty po. Për ty që vjen karriken, mos vjet karriken se e kam të rosë. Oner, du të bëj realisht një pyetje, domethënë nga gjithë saga e dublimeve që ti ke bërë. Dhe normalisht tash me sa mban mend se janë kapitë, janë kapitë. Janë dhe shumë. Po. Kush ka qenë anime, po flas filmi vizatimor se varet se sa anime mund të kesh dublu, domethënë që të ka ngel mend ose personazhi më i bukur për ty që e ke bën me shumë qejf. Nuk mund ta them. Se ke? Se kam një, janë shumë. As Atlantisin? As Milion, as çfarë them? Sa kunje bas Atlantisin. Milion. Milo i them. Lepur. Ose ke çfarë them, janë të gjithë shumë të bukur, nuk i ndallon dot. Po mirë, Doktor Dolittlin e ke qaf. Patjetër, po nuk është puna atë e di ti, se ti je shef. Unë kam përbosh ta prezantoj. Pra unë nuk mund të bëj diferencë, kam punuar me të gjithë me shumë qef. Dhe çdo njëri prej tyre ka një gjë të bukur, ka një gjë të veçantë. Dhe ti është vështirë për shembull të lësh ku dëgjon mushun tek Mulani edhe të mos Mojsiun te princi i Egjiptit. Super karakter. Një shans për kërkoja, kaq. Nuk do vdisë po t'na jepi. Po. E ke qatë, burr. Pra ti nuk mund thosh që të le mushun unë për shembull ose të them Oskar ishte më i bukur se mushi. Këtu janë kryevepër. Të gjitha kanë veçanë. Domethënë, unë shifsha kurmra para një 3 muajsh, 4 muajsh, se po bëhet zapping dhe ishte sa kishte fillu te digital, kishte fillu Princi i Egjiptit, po kisha shumë kohë, po një 15 vjet pa. Po. Dhe ndalova se nganjëherë kur të ftofet gjëja, kur të largohet, kur e rishikon me tjetër sy. Edhe është film fantastik mu. Gjithë historia, po gjithë historia se si erdhi fryma e shenjtë në Egjipt e tjerë, Mojsiu, Pakzusi, bam që filloi një epokë e re që i paraprinte pasaj krishterimi të ardhjes Krishtit. Po. Që nuk është gjë e vogël. Dhe është histori shumë e bukur. Është mit, po është mit shumë i bukur. Po. Dhe ngel ato e pa. E hum dashu, po patjetër. Merr malli. Edhe nuk edhe të merr mos i të merr. Dhe ti ngel edhe për shembull të lë këtë unë dhe të them këtë se si më duket. Që them ky është më mirë se ky, nuk e bëj dot. Janë gjithë si fëmijë. Kur i mendon në një lloj mënyre, sepse secili ka të veçantë vet, bukurinë e vet. Nuk e bën dot diferencën. Po tash që po kujtoj, nuk e si thosh mes dy bluzave, është më kollaj mes dy bluzave, më pëlqen më tepër kjo. Është më kollajshme. Si investu vet aty. Jo vetëm, por është edhe çështje si e shef, kurse unë jam përfshirë në ato, e kam vështirë ta them. Se jam përfshirë te të gjitha që i kam bërë vet. Për shembull, unë për ty mund ta them. Për veten time se them dot.
Ja kuptoj Për shumë. shembull ty unë mund ta them ky më ka pëlqyer çik më tepër se ky. Sepse jam I ftohtë, gjykoj, kurse tek këto të mia të nuk gjykoj dot. Si ka mundsi gjithmonë ndodh kështu. Investohesh emocionalisht të Po personazhit. normale. Dhe unë e vëre. Shkrimtari më është e tha shumë mirë. Çfarë është aktori në fund fare? Po. Aktori është po ta thjeshtoj, është një mitër. Do me thënë ti merr një personazh të vdekur, e zeza mbi të bardhë, nga një letër e bardhë, po e zez, ti po je gjallë. ti jep kocka, nerva, mënyrë të folurit, frymëmarrje, lëvizje, marrëdhënie, mentalitet, psikologji. Pra ti krijon një jetë, krijon një botë njerëzore, krijon një univers njerëzor. Sa e bukur. A kjo është një krahasim shumë i bukur ndërsa unë të paktën siç e shoh aktor, në shoh sikur është një trup që pushtohet nga personazhe. Ti e lejon. Ne e themi futesh në lëkurën e personazhit. Po ajo është krimtari. Madje unë do përmendja një anime që unë e dashuroj dhe është tur për mendimin tim që nuk ka vazhduar si anime, po ka ngelur vetëm si manga, është nuk po është harrova emrin. Nëse është për një vajzë. Të vjen turp. Edhe na thush kështu edhe. E kam unë. Nisa, kur ta kujtoj do ta nxjerr. Do ta themi episodin tjetër. Është ajo dëshironte me patjetër të merrte hakmarrje ndaj djalit me cilin ishte e dashuruar dhe ai ishte muzikant dhe kjo bën patjetër që të futet në botën e të famshmëve. Jo, por hyn si aktore dhe ka një moment që ajo merr rol në një serial dhe kapte momente të ndryshme kur ajo dukeshe si një trup I pushtuar dhe të gjithë thonin prisni, është pushtuar nga personazhe. Është ajo që quhet. Ajo më dha rënqethje në trup edhe thash është. Ai është momenti më I pastër krimtaris kur të pushton muza. Perëndia e frymëzimit. Perëndeshat flasim për kulturën helene. Muzat që janë perëndeshat e frymëzimit. Ne themi frymëzim është muza, kur të pushton muza që janë në ekstazën e krijimit është gjë më e mrekullueshme në botë. Nuk do t'ja dish për asgjë tjetër në atë moment. Je ti vetëm aty dhe është moment shumë I bukur. Kur xhaketën e realitetit dhe futesh tek bota jote ose personazhi. Eksakt. Vesh ne themi fute në profesionin tonë është futesh në lëkurën e personazhit themi ne. Po. Është domethënë ka mbetur si shprehje metaforike. Pra ti futesh te jeta atij tjetrit. E lind në orën 7 ose në orën 8 kur hapet perdja dhe vdes e vret kur mbyllet perdja. Dhe pastaj të nesërmen bën po të njëjtën gjë. Sjell po atë personazh po ndoshta me ca ndryshime të vogla. Kjo është të sjellësh qenie njerëzore në jetë, të sjellësh univers. Pse unë nuk kam jetuar në kohën e Shakespeare-it, në Britaninë e mesjetës. Kam lexuar shumë dhe e di, por nuk kam jetuar nga afër, nuk e di nëpërmjet leximeve. Dhe imagjinohet çfarë kërshëri është për një aktor të fillojë të përpiqet të kuptojë si ka qenë ajo kohë për të ndërtuar një Hamlet. Pavarësisht se Hamleti ishte në Danimark, nuk ishte në Angli. Po është gjë shumë e bukur. Dhe është shumë e bukur, po është shumë e vështirë. Dhe jo më kot në bazë të statistikave botërore, aktorët është profesioni më I rëndë në botë, që përfundojnë të depersonalizuar, të alkoolizuar, vetë vrasës, narkoman, me shumë personalitet, çmenden, është në bazë statistikave botërore, është profesioni më veçkatrues. Qofse ti nuk arrin ti mbash vidat të mbërthyera, shumë vështirë mos me majt vidat. Sepse është një moment krijimtarie që ti nuk arrin më ta kontrollosh veten. Dhe të ikën vetë. Duhet një disiplinë shumë e fortë ta kuptosh. Unë kam dëgjuar intervistën e Val Kilmerit, Indieri, se ndroi tani, aktor brillant, që I kam dërguar një intervistë rrënqethse mbasi mbaroi Morrisonin. Ka ndaj 8 muaj në rehabilitim dhe ishte shumë I sinqertë se unë erdha në një pikë që nuk dija kush isha më. Nuk e dija kush isha. Humba valin. Dhe shfut 8 muaj në rehabilitim për drograt, për alkoolin, me psikolog, me psikiatër që të rigjente veten. Po është për politie shumë e madhe, ama ka nxjerr një Morrison që të lë kështu. Sa më e bukur të jetë. Sa I ka këndu vetë këngët, Një pjesë këngëve I ka këndu vetë. Realisht? Po. Interesante. Po. Imagjino çfarë punet përbindshme kanë bërë. Dhe kanë qenë 3 aktor kandidat. Për këtë Morrisonin. Ka qenë Billy Idol, ka qenë ky edhe John Travolta.
Dhe se ka marr. Po, i kanë tek i kanë 6 muaj ditë për ditë para vilës Oliver Stone. O ma jep mua s'ka, sa që u vesh një ditë si Morrisoni dhe i vajt ju dori para vilës. Se pa ai po tha ti e. Mos u dorëzoni asnjëherë pra. Kupton? Mos i shkoni te shtëpia të ju bin. Po imagjino çka kostoj njerëzore ka qenë për atë. Sakrifikosh veten për llogaritë domethënë që është fort për atë që të fiton. Pra ky është aktrimi. Se dolim çik ndoshta nga tema e ndoshta pak, por është një gjë që un për shembull e kam parë shumë dhe e kam ndier shumë sa herë që kam parë një anime, kushdo që shikon dhe fillon të shohë anime, një ndër mesazhet e para dhe më kryesore që ti merresh që kurrë mos i çdor. Është. Pse pasioni të nxjerr gjithmonë diku. Kurrë mos i çdor dhe gjithmonë bëj më të mirën tënde. Pasioni, domethënë gjërat e mëdha në botë, në profesione ndryshme i kanë bërë njerëzit pasional dhe aventurier. Në kuptimin e mirë të fjalës aventurier, ata që kanë guxuar. Dhe më kote ka shprehjen e madhe Aleksandri Fati ndihmon gjithmonë me guximtarët. Aleksandri i Madh. Të përgatitur në temun ndonjëherë. Edhe me këtë shprehje të Aleksandrit të Madh, kupton ne do ta mbyllim edhe këtë disa scenarat. Ne kështu e ka thonë me dialekt tiranose ka thonë. Po që për ty. Do ndodhi çfarë do ndodhi. Mos mu dërgoni tani në momentet e fundit se doja të falenderoj edhe sponsorin ton, Pok. Një falenderim shumë special shkon për Pokun. Faleminderit shumë që na mbështet, po është je gjithmonë këtu me ne na suporton për pagesat. Ju që nuk e dini Pokun, ju mund bëni pagesa online nëpërmjet Pokut. Dëgjoni këtu se funksionon dhe jashtë shtetit. Nuk keni komisione, keni cashbacksa, keni disa super opsione fantastike. Thjesht kontaktojeni në Instagram ku të doni dhe ata ju përgjigjen, janë aty për ju. Ju a bëj edhe më thjesht, nuk keni pse mani vëlla lek në përxhepa. Kuptoj, shko aty më kara lekut. Ju vje lupeni pastaj. Kjo është si Kapi lupeni rrugë. Kjo është si mermer. Kupton me të rëm kjo e një gjop me të radh 10.000 lekë se një vëlla. Kupton edhe shko lëndon pastaj te marketi. Po. Kështu që shumë faleminderit Pok. Faleminderit juve, shumë është kënaqësi. Fantastik. Nuk di çfarë të them. Të falenderojmë. Më pëlqen bisedoj për këtë gjëra. Sidomos nuk kanë bërë me. Robi që na ke bë fëmijëri më burr. Po për zotin. Kam lënë dhe unë një gjurmë të vogël. Jo një gjurmë. Ti ke lënë lekës si vëlla. Nuk është gjurmë e vogël. Për zotin. Ti gjurmë këmbëmadhe. Bigfoot confirmed. Je fantastik. Faleminderit juve vërtet. Te di që unë do vija, ta kam thënë, do vi me shumë qejf. Por ka pas agjendën. E kuptoj. Disa probleme. Atëre. Faleminderit dhe shikuesve, vazhdoni të qëndroni Listening ndaj nesh, duke të bërë like, subscribe dhe vazhdoni të na ndiqni. Kena surpriza akoma, nuk kena marru me kaq, ha? Kështu që shihna në episodin tjetër. Goodbye. Jepni energji çuna. Shadow Clone.